Hello, nga një ditë tjetër. Sani, edhe Rea, më ka marrë të shkolla. Edhe po luaj me Sanin. Caka, kujdesh, to që vo. Sa po ma mori një ditë se flokësh, edhe do të luaj. Ndërkohë unë jam përgati, kjo është veshja e për sate. Ky bomber nga Zara u lodha duke luajtur me Sanin. Edhe ti vendos, mos ti vendos. Po bëra tani. Duken goxhan. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No Përshëndetje. they're running from, no one knows anymore. What's it for? What's it for? There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try, now that the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from, no one knows anymore. What's it for? What's it for? Oh no. One more time before it's over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from, no one knows anymore. What's it for? What's it for? Për fibrat, edhe tani di pak më shumë për pjesën e materialeve, dhe vetëm një leksion kemi bërë në fakt. Nuk mendosa do di, pasi të përfundoj të gjithë kursin, shkallën, quani si të do. Edhe jo, kisha marrë një koment që kush e di çfarë ke po vazhdon, një shkollë, një kurs, një vjeçar është, mos e quaj shkollë, edhe një pime ka bërë, disa komente të ngjashme si këto. Edhe mos na bëj sikur çfarë po bën. Hej njerëz, unë po ndjek ëndrrën time, edhe unë zgjedh të flas këtu në YouTube, te kanali im, nuk është se po iki në televizion apo ta di, te kanali im flas për këto ndjesitë e mia, për si ndihem unë ndihem krenare për veten, jo se po vazhdoj një shkollë apo një kurs, një vjeçar. Jo, unë po vazhdoj ëndrrën time, po vazhdoj atë gjë që mua më bën të lumtur. Qoftë edhe çdo lloj gjëje të jetë, një kurs noti, apo pilates që do njësë së shpejti, apo çdo gjë tjetër që bëni, gjë se ju bën të lumtur, shpreheni se nuk ka asnjë gjë të keqe. Edhe realisht, a disa më ka ndihmuar shkolla nga një periudhë shumë e vështirë që kalova me Ruçin, që nuk kam zgjedhur të flas sepse më kam parë disa komente ku gocat shkruajnë ku është videoja që Rea ka folur për humbjen e maçokut të saj, edhe nuk besoj të flas asnjëherë për këtë gjë, se si ndodhi, u shpreva pak në Instagram kur më ndodhi si gjë, por të bëj një video në YouTube e një kështu nuk dua, domethënë dhimbjen time
që më qau shpirti, sidomos në atë periudhë, ta tregoja as në YouTube dhe në asnjë vend tjetër. Është shumë intime edhe nuk ky ishte vendimi që mora. Do mundohem që këtu në YouTube të jap ndjesi sa më të mira, ndjesi reale. Edhe shkolla më ka ndihmuar shumë, edhe vihet re në fakt, sepse dal më shumë, sepse vitet e fundit u ktheva në një introverte dhe realisht gjeja pafund justifikime, thjesht mos të dilja shofte edhe tek marketi. Edhe kjo gjë në fakt po më friksonte, dhe nëse po kalon të njëjtën fazë, dua që të them që nis diçka që gjithmonë e ke pasur qef. Nuk është e domosdoshme që të jetë diçka e madhe që njerëzit të thonë bravo, sepse edhe kur ta bësh atë gjë, do ketë njerëz që do thonë ha sikur çfarë po bën. Por mjafton të jetë ajo gjë që ty të bën të lumtur, ajo gjë që ty të bën krenare për veten tënde, që ja dola, e realizova ëndrrën time, ose ja dola, e bëra edhe këtë gjë. Edhe nëse po je në një fazë që të pëlqen të rish vetëm, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe të pëlqej të rish vetëm, por jeta është aty për jashta që po të pret ty natyra, zhurma, kaosi i Tiranës, trafiku, njerëz, shoqëria, familja, po presin për ty. Kështu jetoj jetën, vetëm një herë kemi për ta jetuar. Bëjmë sa më shumë udhëtime, ndjekim këto ëndrat, e shprehim lumturinë tonë. Edhe nuk ka asnjë gjë të keqe ta shprehësh, sepse unë kur e shpreh e manifestoj. Unë të paktën kështu, domethënë kur unë shpreh atë entuziazmin tim për shkollën ose për çdo lloj gjëje që mua më bën të lumtur, sidomos këtu te YouTube, sepse YouTube-in e shikoj si platformën ku unë jap më shumë energjinë time në krahasim me platformat e tjera, edhe jam më sinqert, edhe kështu. Juftoj që edhe ju. Edhe unë po mundohem, realisht po mundohem që të jem, të dal më shumë, të njoh më shumë njerëz, të shkoj në kurs, të bëj aktivitete që më përpara nuk i kam bërë, qoftë edhe gjëra shumë të vogla, që më bëjnë mua të lumtur, dhe do nis pilates sepse kam shumë siklet të shkoj në palestër ose në pilates ose në gjëra të tilla, në evente të tilla. Por do shkoj, do sfidoj veten time, sepse në fund të ditës askujt nuk intereson se çfarë bëj unë, sepse unë jam pak person që kur shkoj në këto, domethënë, palestër kështu rrisje stepër, kam siklet, dhe bo më shohin mua, shko sa keq e bëj këtë gjë, bo si dukem, bo si më duken vithet, bo si më duket pisa para, bo si më duken krahët, shiko si rri, shiko si bëj, jam e ngathët, i gjëra të tilla që ja vendos kokës time, shko si e mbaj shpinën, nuk e mbaj drejt. Edhe nëse unë rri kështu do përfundoj, kështu do rri vërtet. Prandaj duhet ta sfidoj veten time. Edhe në fund të ditës, nëse thon njerëzit ndonjë gjë, ç'më intereson mua? O Zot, nuk e di, nëse ju a dash mesazhin, edhe nëse në fakt e morët mesazhin që unë dua të përcjell, shko në ky bllashje, është një dështim i vërtet. Ku 50 euro kot. Më duket e mora me ulje, nuk e mora 50. Mora me një ulje të vogël. Por nejse. Është kot. Realisht ju falenderoj shumë kur më shkruani këshilla dhe më konsideroni së shoqen tuaj. Vlerësoj dhe më tregoni gjëra. Ja. Nice. Dhe kështu goca, po vazhdoj me make-upin, dhe një gjë të re nuk ka, është se kam për t'ju thënë. Por po bëj gjëra të reja, siç që thash, do shkoj tek ai vendi tani, se kam një takim, pastaj do takoj Tulën, do dalim së bashku,
që do marrin jetë ëndrat e mia. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, in the silent dawn, you stir from sleep. Sunlight paints. Nisa po përgatitëm drekën e së dielës dhe këtu kemi përgatitur në air fryer me procesin e zgarës. Vetëm 10 minuta, se peshku nuk duhet gatuar shumë. Kemi bërë peshk. Qa ishte ky kocë? Levrek, disa karkaleca, pak limon, edhe këtu kemi bërë në salat me oktapod që ka dalë super yummy. Edhe kjo do jetë dreka ime dhe e Alvios. Alvio po bën edhe një salat jeshile, sepse e qan atë salatën. Unë jam super në gjendje të keqe, sepse po merrem me agenda dhe është ora 3, nuk kam lënë mëngjes asnjë gjë, sepse që kur jam zgjuar në mëngjes, në fakt e kam lënë kompjuterin tek komodina dje në darkë në orën 1 të natës, edhe sot jam zgjuar në ora 9 edhe direkt nisa me agendën që po bëj. Më erdhi dje, një ide shumë e bukur, geniale, që e kam shtuar te agenda. Alvi, ideja që më ka ardhur te agenda, ajo pjesa që kam shtuar për 12 muajt është surprizë. Surprizë goca. Nuk e di, më thoni nëse doni agenda në fund të nëntorit, ta nxjerrim pak më herët se vjet, apo ta nxjerrim në datën 1 dhjetor. Edhe do doja shumë që të komentonit, sepse kur pyes kështu, domethënë kam nevojë vërtet për një këshill, një mendim, dhe kjo pas ka dalë shumë e mirë. Sodi dhe Alvio salatën, shiko sa të mirë që e bën. Shikoni. Sa super. Bëje gjithmonë se mama të saron të vetëm se nuk është jeshile këse radhe. Po, është me përsierje. Çfarë ke gatuar, Alvio? Çfarë kam gatuar? Po, të dielës i erdhi fundi, gjithashtu edhe videos. Tani do mundohem që ta editoj, sepse nesër jam në shkollë. Edhe jam goxha e zënë, sepse duhet merrem tani pak me pjesën e formulave, edhe këtu kam një projekt që e kemi nxjerrë në grafik nga formulat, edhe kemi kaluar atë pjesën e vështirë tek shkolla, me matematik, me logjik, që nuk jam shumë e mirë në shkenca, por do bezdisargjën, do i them, po kjo, jo, realisht. Janë goxha të lodhshme, të vështira dhe është pjesa më e rëndësishme për punën që unë dua të bëj në të ardhmen. Edhe kështu, erdhi fundi, bëra një dush, bëra pak disa punë shtëpie, kam qenë goxha e lodhur, nxora disa gjëra tek lakimun. Ka qenë një ditë produktive si e diel, nuk pushova, vetëm atë momentin kur kam pushuar, vetëm kur gatova që bëra atë drekën, që në fakt e shijova, edhe pse u bë shumë shpejt në air fryer. Edhe ka qenë një ditë me shumë punë, me shumë lodhje. Edhe java do jetë kështu. Por, shqyqyr zotit, kam bërë goxha pushime. E mbani mend kur më shkruanit, oreja, ngele, nuk po del, oreja, nuk ose po bën ndonjë gjë, oreja, nis në një punë, rrit gjithë ditën në shtëpi, dhe realisht gjithë ditën në shtëpi pas kam qëndruar. Por, jam e lumtur që kam këtë, kam një rutinë, kam një qëllim për ditën, një aktivitet, mbush ditën plot. Kjo është më rëndësishme. Në planifikoj edhe gjithë javën tek agenda Mbire Studio, që ta kemi të planifikuar dhe të organizuar, me takime, me shkollën dhe me çdo punë tjetër. Duhet të bëj edhe një listë me ushqimet që duhet të ble, sepse kam abuzuar pak me ushqimin këto kohët e fundit dhe duhet të kthehem pak në rutinë. Edhe
shifemi tek video tjetër. Mos harroni të bëni një subscribe, është shumë e rëndësishme që kanali të eci, të sugjerohet edhe të rritet. Po edhe nëse nuk e bëni, faleminderit që më shikoni videot, që më ndiqni edhe bëheni pjesë e jetës time, gjithashtu dhe unë bëhem pjesë e ditës tuaj. Mirupafshim dhe shifemi në një vlog tjetër. Ju përqafoj të gjithave. Ju kam shumë gjanë.